Vërshimet e sotme krijuan dëme të mëdha materiale edhe në rrugën Shote Galica në fshatin Brekoc. Shumë familje mbetën pa kulm mbi kokë, kjo pasi gjithçka u shkatrua nga uji. E banorët të ndodhur në këtë situatë kërkuan nevojën urgjente për t'u ndihmuar nga komuniteti dhe institucionet. Po, gjendja aktualisht është e keqe, siç po shihet. Vërshimet kanë ndodhur tash, nuk është që nuk kanë ndodhur, po inshallah për në nalës shiu se bëhet edhe ma keq. Dame si vjet ka pas shumë më të mëdha se vitet e kaluara, domethënë janë nështë 3 fishu damet, që janë do shtëpia që vitet e kaluara nuk janë prek, po si vjet janë edhe më shumë që janë prek. Damet janë shumë të mëdha. Gjithë janë largu prej shtëpiave, që është edhe rrezik normal puna rrymë se besa edhe uji që dikush nuk ka ku me nejt, do të me dal, po inshallah kanë tafrëm që me shkutet se është keq normal, s'mund me nejt. Një tjetër banor rrëfen për tentimin e tij të vazhdueshëm për ta strehuar familjen nga përkeqësimi i situatës. Gjenë të alë edhe vetë që shpesheni, në 3 nase që ku marë pëmin, e ku me hekë, këtë deta shkesh ujnë të hekë, së pëti ku me ankulla, nuk u dhja zvet. Me qëra jam këtu, a shpit teme s'ka ma sen s'kam, na për rrugë Allah, komuna në shtetën e sen më bo në zilën e sen për pëmin, mi artu pëmin la. Si që pa që ta kom këtë e kom, si s'kam ku me lonë pëmin kom. Një ku ishi mi morë për hatër, që edhe vetë pesheni me shi, ku më? S'kam as vetë ku me shku. E një tjetër familje e cila vetë se ka siguruar strehimin mes emocionesh foli për rastin. Vete e zdi sa, du më dhejt jemi, familjen e orë kështë moshtru këtu katastrofë. Asë të në ka orë kërkush me ne, po, asë krejtar, asë kërkush, po, falemderit për zrafikës e në konë, kërkush o ka në merë për asysh. Për komunës, do më thonë, asë një, e ka shrinë edhe vetë, një nuk e kem për komunës. Asë minoritet tonë, asë ardion krejtore jonë, ardion gjini. Ne po dojmë një zgjidhëm në astru, dhe konë, hadë në apet, po thëmijë, shkajnë të vojmë thëmive. Pa ushqim, pa vesh matje, më zë më kesh. Dhe në kryq kush kem, ne epin pak tesh, sa më vesh më ndru thëmin, edhe më spatë më tjetër. I moshuar i kishte edhe një tjetër hall. Gjenën e të ne kemi shumë të mirushme, drejsa e kanë shkatru krejt, kanë marrë me pula, me drunë, që dhe të unë i kanë marrë krejt, që e shënë një qëtash, krejt me rushme e keni, shka me fush të regjo, s'kem se shka me fush, pëshini edhe vetë. Ku po qëndroni në këto momente? Pa qëtu tesh për jeher rrugave qëtu. Në për përshi. Kujtojmë se vërshimet po e zgjerojnë hapësirën e mbuluar nga uji dhe banorët e kësaj zone vazhdimisht po kërkojnë ndihmë për t'u strehuar deri në një moment kur do të mund të kthehen në ambientet e tyre tashmë të mbuluara nga uji.